Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kombëtarja Kuqezi fiton me një rezultat minimal ndaj Andorrës dhe për herë të parë kalon në fazën e play-offit të Kupës së Botës. Pas fitore 0-1 në Andorra me golin e Kristian Aslanit në minutën e 67 dhe humbjes 2-0 të Serbisë në Angli, Shqipëria mban zyrtarisht vendin e dytë në grupin K, 7 pikë më pak se kryesuesit e Anglisë dhe 4 pikë më shumë se Serbia e vendit të tretë. Leti Bajrami ka hapësirë, bukur Uzuni në krahun e djathtë. Zbresimi shpejtësi është Aslani, është Hoxha. Uzuni, Aslani! 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 0-1! Ndeshjen e fundit kuqezinte mbyllin të dielën orën 18 në Albania përballë Anglisë. Shorti për ndeshjet e play-offit do të hidhet në Nyon në 20 nëntor. 12 skuadrat e rënditura në vendet e dyta nga grupet kualifikuese dhe 4 nga skuadrat më të mira të Ligës së Kombeve do të ndahen në 4 vazo sipas rënditjes së këtij muaji në FIFA. Gjatë gjysmëfinales play-off, kombëtarja do të ndeshet me Çekinë, Slovakinë, Skocinë dhe Hungarinë, që kanë dhe koeficientet më të lartë, ndërkohë që ekipet e vazos së parë do të ndeshen me ato të vazos së katërt që vijnë nga Liga e Kombeve. Ekipi ynë, ndeshjen e parë të play-offit do zhvillojë në udhëtim. Kjo, pasi UEFA favorizon ekipet që kanë koeficient më të lartë. Nëse Kuqezin kalojnë me sukses ndeshjen e parë në bazë të shortit, do të ndeshet me një ekip më të fortë që ka kaluar në raundin e ardhshëm nga çiftet e shortit. Ndeshjet e play-offit luhen më 26 dhe 31 mars 2026. Trajneri kombëtar Silvinho foli pas fitore 0-1 të Shqipërisë në Andorra dhe sigurimit të play-offit për në botrorin 2026. Jam krenar për të gjithë futbollistët, nuk mendoj për kundërshtarët, pasi kemi edhe një ndeshje përpara. Më vjen keq për Pajazitin dhe Cakin që ishin në tribun. Tutsi ishte një ndrim taktik, është një futbollist që na duhet dhe krijon hapësira. Jam i kënaqur me gjithë futbollistët dhe ato të stolit, tha Silvinho pas takimit, ndërsa sfida e radhës sipas tij është Anglia, e cila kryeson grupin. Kristian Aslani pranoi se Shqipëria nuk bëri një pjesë të parë të mirë me Andorrën. Autori i golit në minutën e 67 tha se po punojnë shumë mirë me Uzunin për këto gola, teksa këshillon festë me mendje tek Anglia. Do të festojmë sot dhe mendojmë për Anglinë. Kishim vështirësi. Në pjesën e dytë sulmuesit patën më shumë hapësirë dhe e merituan fitore. Por tani, të mos mendojmë për ndeshjen, shkojmë në Tiranë të festojmë dhe pastaj mendojmë për Anglinë, tha Kristian Aslani, autori i golit fitores në Andorrës. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, pas fitores ndaj Andorrës pranoi se të gjitha ekipet në këtë skuadër e kanë pasur të vështirë. Kemi festuar në dhomë dhe thamë se tani duhet të mendojmë play-offin. Akoma më e vështirë do të jetë në mars në play-off, apelon Duka. Sipas tij skuadra e menaxhoi mirë. Edhe presidenti Bajram Begaj përshëndeti fitoren e kombëtares Kuqezin ndaj Andorrës me rezultatin 0-1. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.